Projekti mund të kishte marrë fund shumë shpejt, por elementet si muret mbrojtëse deri në 20 metra kanë ngadalësuar punimet, thot drejtori i shërbimeve publike Shkumbim Kastrati. Sipas tij, punimet për momentin kanë stagnuar sepse po mundsohet shtrimi i rrjetit të kanalizimit. Për informimin e juaj, ecuritë e punimeve kanë stagnuar për faktin se projekti paraprak ka qenë ndërtimi i shtratit Lumit Krena pa mure mbrojtëse, vetëm shtruja me rasat gurve dhe pa planifikimet kanalizimeve, duke falendëruar për mirëkuptim Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor, inxhinierët e Kuvendit Komunal Gjakovës, kompaninë Ardoniqi, kemi mërri që të bashkëfinancojmë pjesën tjetër të projektit, ku është bërë revidimi i projektit dhe janë planifikuar muret mbrojtëse për lagjen e cila është rrezikune. Dhe të njëjtin kohë kemi planifikuar që ta zgjidhim edhe problemin e kanalizimit një herë për gjithmonë në këtë pjesë. Në rregullimin e rrjetit të kanalizimit ka participuar edhe kompania ujësjellësit Raduniqi. Do ripërsëritën punë në projekt, na kemi pasur udhës që paralelisht me ndërtimin e mureve mbrojtëse ta zgjidhim një herë për gjithmonë edhe çështën e kanalizimit. Dërgimin e pusetave të kanalizimit dhe të cevave e ka marrë përsipër hidrosistemi Raduniqit, cilin e falenderojmë, ndërsa punimet e fillimit të kanalizimit kanë me fillu në 2 kratë përgjatë 2 anëve të Lumit Krena dhe ma mërmende që prej të hanës ose të martës do të fillojmë edhe shtrimin e kanalizimit këtë pjesë. Projekti kryesor për rregullimin e shtratit të Lumit Krena financohet nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe projekti në fjalë ka shumën në vlerë prej 400.000 eurosh, shpreh drejtori Kastrati.